Kecaj, që prej vitit 2011, kur nisi procesi fillimisht teknik I bisedimeve Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në vitin 2010, në shtator, Këshilli I Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përmes një rezolute kërkoi nga Kosova dhe Serbia proces normalizimi dhe ai filloi pastaj një vit me vonë. 2013 ishte marrëveshja e parë e prillit midis Kosovës dhe Serbisë. U ratifikua në Kuvend. 2015 u arrit marrëveshja e parime në udhëheqjen e kryeministit Mustafa. U kontestua ajo marrëveshje, shkoi për kontroll në gjykatën kushtetuese në 23 nene të saj. Gjykata kushtetuese konstatoi që nuk ka harmoni të plot, përputhje të plot të fjalive me frymën kushtetuese. Dhe se kërkonte që ato të rregulloheshin, ishte fjala edhe për statutin e asociacionit komuna me shumicë serbe. Në dramën e protestave të mëdha që po ushtonin në Prishtinë për asociacion zajednicë në atë kohë, thonin, dhe demarkacion, Kosova u izolua në betejën e saj midis njëri tjetrit politikisht, kush të shpallat tradhtare, kush hero. Politikisht, kush ka kundërshtuar komunitetin ndërkombëtar që prej shpalljes së pavarësisë së këtej është lëvizja vetëvendosje. Më vonë asaj në protestat e mëdha ju bashkua dhe zoti Haradinaj, zoti Limaj. Ishte një kohë në bashkëpunim në pakt me ta dhe vetë zoti Mustafa në kohën e Vlanit. Shpendametin e tyre e kishte mbështetur edhe PDK, Hesh Turazi në Prishtinë dhe mbas edhe jo Hesh Turazi. Të gjithë mbanin në një mënyrë se tjetër përgjithësi faj, dikush me shumë dhe dikush me pak se ç'po ndodhte me Kosovën e nesër me atë Kosovë që ju po thoni se do duhet mendoj një vizion afatgjat. Dhe sot jemi në situatën që të kemi dilema, a I kem shëbat alat për një menta, nuk I kem. Është rezultati një investimi afatgjat, zoti Kecaj. Si do të mund të dalim nga ky Prandaj më herët të thash që bona përmbledhas një ecje. Shumë mirë, keni bërë shumë sakt këtë përmbledhje dhe për ata unë më herët të përmenda dhe thash që fillimisht është punu për një periudhë gjatë në një propagandë ashtu të them nën tepi kundër pushtetarëve. Dhe kjo propagandë shkoi duke u fuqizu gradualisht. Kjo propagandë gjet në fakt një teren edhe bukur mirë të pregadit, gatshëm, edhe prej kohës me njëherë fazës pas luftës, kur bota sot edhe disa mediume tjera dilnin me disa qëndrime të rrezikshme përqarëse, fillimisht regionale, pastaj kundër UÇK-s, krajinore tjera. Krajinore, kundër disa komandantëve dhe kështu me pretekste që ata I është ushqyer ky. Edhe ushqej kjo narrativ dhe ma pastaj kur vetëvendosja filloi vetëm e përdorit njëjtën infrastrukturë, njëjtën metodologji. Edhe sot mund të shihet shumë haptas që shumë eksponent të kësaj partie janë kundër luftës, janë kundër UÇK-s, kundër komandantëve. Vetëm këtë para pak ditësh e kemi zotin Glau Konjuhca I cili del dhe thot, po parafrazoj që ata që janë në Hagë do të lirohen, përndryshe do të ketë të lashet mëdha. Po e thot në një kohë, po e thot në një kohë kur politikisht prap I duhet këtyne. Pse I duhet? Sepse atje vendimet janë marrë. Ato vetëm kanë met pa u deklaru në opinion. Në farforme jenë marrë. Dhe një fjallë e mirë, me e thonë këtë moment për ta, mbetet po thu. I gjinet dikun. Për arkeve bëjnë. Për arkeve, I gjinet dikun. Dhe jo pa qëllim e bojnë, dhe jo se dojnë sinqerisht t'i ndihmojnë ata njerëz. Nuk besonin këto? Jo, nuk besoj. Pse nuk besoj? Sepse po të kishte një kësi fjallori në vazhdimsi për I viteve të mëhershme paraprake deri sot, po, shumë në rregull. Por ishin indolent, pasiv. Mirë po, deri me tani, jo vetëm që kanë qenë pasiv, po kanë qenë edhe ofanziv her pas herë. Ndam të aty kundërish krajve të UÇK-s, po. Shko në Hagë, atje ki venin, unë nuk largohena prej këtuhit, deri sa nuk e shoh Hashim Thaqin në burg,
Ka ndodhur këto, gjitha janë të Gjitha evidentuara. këto ka ndodhur, janë të regjistruar. Është habitshme të shohim këtë vullnet politik që i dëshiron një udhëhecit luftës së politikës, ti thotë shko atje. Kjo është si pasojë e asaj luftës dhe propagandës që njerëzit e këqij kur mrrin pushtet e zhvillojnë e përhapin. Për shkak se ai don me kriju rrethana që me çdo kusht me met në pushtet. Jo përmend më herët edhe vitin. A është shqetësuese periudhë që të gati të mos i bëj përshtypje kujt në Kosovë që Kosova sot e vitin 2026 të ketë raport të pezulluar strategjik me SHBA, të mos i bëj përshtypje më thuj se as kujt në Kosovë që SHBA-t janë të brengosura për Kosovën e sot me kursin politik që ajo ndjek në raport me aleatet, me detyrimet që ka marrë në procese të rëndësishme për normalizim me Serbinë kështu më radhë. Që ju nuk jeni edhe shumë i ri e mani men kohën e ish Jugosllavisë, ku kemi jetuar edhe unë e ti në atë sistem. Përkundër 10 vjet i kam pasur. mirë, ti prap ke qenë më i ri, po man men diçka e din që ka pas diçka keq. Po, ja. Mojnë men me thonë drejt në fshat, jem marrë me kultura bujësore të nëshme ku peti. Dhe nga tje është ndëgju, e mojnë men Radio Kuk se ka pas një periudhë kohë me pjata ndryshme, alumini e tjera, po edhe taksiratët e kohës, po pa tjetër. Kanë ekzistu vitet e tensioneve atje. Kjo është periudha kur në fakt masat e gjana shqiptare kanë fillu më vedisu për nevojën për një pavarësi, çfarë do forme. Fillimisht është mendu një republikë në kuadër të Jugosllavisë, tek ma vonë, pastaj është mendu për shkputje, një pavarësi e hapne në raport me Serbinë edhe me Shqipninë, kështu me radhë. Këto janë pra procese, po para kësaj ka pas edhe një periudhë tjetër më interesante të cilën ti nuk e marrë men, po ke pas rast me lexue, dhe pjesa dërmuese e shqiptarëve sot në Kosovë, po flas gjeneratat e reja si ju dhe matri nuk din fare për atë periudhë. Pse po e përmeni këtë periudhë, po du me lidhë të kjo që e thatë jo të kjo shqetësimi, pse ndodhë kjo. Një kohë ka pas të një pjesë bukure madhe edhe vetë shqiptarëve që Jugoslavinë e kanë nisi shtetin e tyne. Titon e kanë nisi... Nuk kanë besu se shkatrohet, kem para... Nuk kanë besu. Jo, nuk kanë besu se shembet Jugoslavia. Nuk kanë besu që shembet Jugoslavia. Titon e kanë qmua si liderin e tyne, e kanë dasht, i kanë provorit, i kanë këndue, i është këndu në shkolla, në universitete, tek ma vonë dikur kanë fillu ndryshimet. Lëvizjet, po. Pra pse ka ndodhë ajo e para? E para ka ndodhë për shkak se është punue për një kohë gjatë me masat e popullit, edhe i ka bind që kjo është rruga me e mirë, i ka bind që Jugoslavia s'mon shkatrohet, i ka bind që na i kemi gjitha drejtat këtu, i ka bind që jetojnë më mirë shqiptarët në Jugoslavi se sa kudo tjetër. Sot ka të tillë që hasnë ta që mendojnë kështu. Ende? Ende ka. Ende ka edhe sot. Po, edhe sot. E po tash, kur... Kjo ratë se njerëzë, po është një pjesë e këture njerëzë ka këtë prejardhje, të dashnisë për titën. Edhe ka atë prejardhje, po edhe kur e bind, edhe për një modalitet tjetër a i metet që aty. Ashtë arrit që për 20 vjetë për afërsisht të bindet ky popull që ky shtet veç ka shku t'ju shkatru. Ose krijojnë pyetjen kujt i ran men me bë Kosovën shtet. Po. Ka ndodhë këtu shumë qka. Mund kujtohet kur ka vdek Tito, në atë kohë kam qenë në gjimnaz ushtarak. Edhe kam pa autobusat kolon me regjistrim qyteteve të Kosovës të shku me vizitu mauzoleun e Titos në Beograd. 6 rreshtat, 6 kolona në Zanzve, disa i kom njoftë edhe prej venit prej ka avion, disa i kom folja edhe me ta aty. Ty prit në rend me shku me ba homazhe të varri i Titos. Dhe cili ishte sentimenti ty kur ke biseduar me ta? Po të mos nishin diçka pozitive, po të mos kishin një sentiment pozitiv, nuk do të shkojshin aty.
Unë e di që edhe plot kanë shkuar se s'kan pas çare, se s'kan mujt më shkput. Dhe ju po zbërthani situatën kontekstin kulturor, në pikpamjen mjedisit kulturor, që ato simptoma që për Titon neo-jugoslave ekzistojnë ende në Kosovë. Po ato tash Titos ekziston, po mund ta gjej një Tito tjetër, një idol tjetër, një idhull tjetër, edhe të orientohen ka ai. Me këto po du me thonë që njerëzit nuk janë të pa manipulueshëm, masat. Manipulohen. Po. Bili ju të mediave dini mirë këtë punë, shumë. Dhe sot, në këtë kohë, në këtë periudhë, manipulohen shumë ma letë. Pse shumë ma letë? Dhe ju është një shoqërinë kosovare të manipuluar. Me vetë faktin që nuk i bën përshtypje që Kosova ka raport kritik me SHBA-t. Nuk e ka të garantuar procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Aplikojnë në vitin 2021 për ta marrë statusin e vendit kandidat për antarësim, nuk e ka marrë ende. Në thirrjet ultimative të qarta të komunitetit ndërkombëtar. Zbatoni detyrimet, fjalën që keni dhënë në Bruksel në orë dhe silluni përgjegjshëm kundrejt një procesi që kërkon normalizim rrjedhimisht, siç e kërkon dhe SHBA, njohjen e Kosovës nga Serbia. Krejt këto çka po ndodhin në trojet shqiptare, po flas jo vetëm në Kosovë, po në përgjithësi edhe në Shqipëri. Këto kohë të fundit me ato protesta që po ndodhin, me këtë përqamjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës në 2 grupe, me përqamjen e shqiptarëve në Maqedoni, një grup me Ahmetin, tjetër grup me këta që janë pushtet, me përqamjet në Malzi, edhe ato përqamjen në Malzi të llojeve të ndryshme. Janë rezultati? Krejt janë rezultati një lufte hibride, një lufte speciale që udhëhiqet në rajon. Dhe kjo luftë është bërë sot të udhëhiqet shumë ma lehtë se në të kaluamën. Sepse nish Jugosllavi ta zon për me indoktrinue popullin e Kosovës, është dashur me ardh dikush fizikisht, edhe me përhap propagandën e tij. Me kriju ngjarje, me kriju rrëfim, emocion, gjitha këto është dashur me ardh fizikisht. Sot s'ka nevojë, nuk vjen ashtu. Sot i përdor çdo pajisje. Dhe për fat keq njerëzit kanë prirje ta marrin lajmin i cili është më i lehtë, më i kapshëm për ta. Nuk ka rëndësi a është i vërtetë i rrajshëm. E pranon. Shkon më njëherë. Dhe kjo është i ndodhur në këtë fazë në të gjithë hapësinën shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Janë të infiltruar përmes këtyre rrjeteve, po edhe agentura tjera të cilat janë prezente edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, të hujat e që e dim që janë, në një luftë jashtëzakonisht të ashpër të ndikimit, të serave të ndikimit të shtetëve që ata përfaqësojnë. Dhe kjo nuk mundet me pas një efekt në terren, po që se nuk e ka edhe një person, 2 person, apo një strukturë caktuar vendore në dorë. Po, se midis tyre është edhe ky debati që shpërtheju për fushatën e dezinformimit, luftën e pamëshirshme me çdo mjet që bëjnë partitë, kryesisht lëvizja vetëvendosje me akaunt fake e kështu me radhë, duke përhap dezinformim me kështu. Edhe vetë ish zyrtarët e VV-s kanë deklaruar që ndodhen në këtë parti sobat e dezinformimit e tjera dhe në fund të këtij rrëfimi për Kosovën politike, zoti Geca, sepse ndani përvojë të gjatë edhe ushtarake, edhe të asaj mendësie të padenacifikuar që sot është në Serbi. Sa është interes për Kosovën politike, për shqiptarët në rajon, bëjnë pakt të futin në të dallimet politike në funksion të një, po them, kursi strategjik afatgjat për fakturizimin e shqiptarëve në raport me slavët, në raport me sidomos me Serbinë, administore. Dhe jo vetëm me Serbinë. Po, dhe jo vetëm me Serbinë. Po. Prandaj e thash. Se është jetike ajo nuk diskutohet. Nuk ka zgjidhje tjetër. Sa do të shkoj kështu gjatë, nuk e di. Varet sa mundin me rezistu këto 2 polja. Po. Por një ditë do të zgjidhet ky problem. Po është mirë zgjidhet sa më shpejt,
mos t'i ndjejmë pasojat, se sa ma largë që shkon kjo problematik, pasojat janë më të mëdha. Por kjo kthjellje, ashtu ta quaj, do të ndodhë në dy drejtime. E para, kjo e mbrëmshmja ku njerëzit do të fillojnë të vedisohen dhe ta kuptojnë që nuk shkon më kështu dhe që duhet me ul edhe me i zgjidh problemet vetë, sepse nuk është bashkësia ndërkombëtare ajo që duhet me na i zgjidh këto probleme, edhe pse na kanë ndihmuar të kalumen edhe për këto çështje Shumë. me i zgjidh Për shumë. stabilitet politik, po. Po, ka qenë një fazë ku ka qenë e nevojshme me ndihmu Kosovën edhe për shkak të mungesës të përvojës në shtet demokratik çfarë po synojmë ta krijojmë. Po edhe duhet marrë parasysh aspektet gjeostrategjike të fuqive të mëdha. Do të ketë edhe tërësni të madhe edhe prej këtyne. Dhe ata do ta zgjidhin në fund problemin tonë. Po kur ata e zgjidhin problemin tonë, po tham figurativisht se na vetë kena me i kry prap ato punë, po me presionin e tyne na kena me i zgjidh këto Me probleme. zgjidhje mbase më të vështira, më të Kemi zgjashme. me pas më të zgjashme, po edhe mund të kemi edhe pasoja afatgjatë. Dhe për me ju shmon kësaj, që mos me ndodh kjo, do të bëhen dy gjëra, do të zgjidhet ky problem, këto mosmarrëveshje politike të mbrëmshme, Stabiliteti, po. krijohet një stabilitet. Në dhe Kosovë t'i parashikueshme kthehemi- politikisht, po. Po, sigurisht, dhe t'i kthehemi raporteve me faktorin ndërkombëtar, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, dhe ta kuptojmë që jemi pjesë e këtij faktori. E kësaj orbite, po. Kësaj orbite, pra. Sepse në rand parë gjeografikisht edhe gjeografia imponon shumë çka, na jemi në Evropë. Nuk jemi as në Afrikë, as në Azi, as në dikon tjetër, Jo. as në Australi. Prandaj duhet ta kuptojmë që interesat evropiane nuk lëshojnë me dalë jashtë orbitës tyne. Ti mundesh me u përpilit ka dush, mundesh me shkaktu probleme veti sa dush, në fund do t'jesh aty. I njëjti interes është edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se pa marrë parasysh që këto në këtë mandat të presidentit Trump është dukë sikur Evropa dhe Amerika kanë Komiteti transatlantik mosmarrëveshje. është i lëkundur aktualisht, po. është i lëkundur, po Po jo raport në me afektin, Kosovën dhe Serbinë po- kanë kërkesën e njëjtë. Kanë kërkesën e Zbatoni njëjtë, detyrimet, krijoni paqe, Këtë punë normalizim. duhet ta bani sepse ju jeni të vegjël, nuk ju durojmë juve me na, po ju s'muni me na bë më shumë keq se kaq, për ata ju tolerojmë edhe një kohë, po në fund keni me bërë çeto. Ma mirë zgjidhni vetë problemin e juaj sa më shpejt, është më mirë për ju. Kështu është këndvështrimi i tyne. Ju, a shini që Kosova po shkon drejt një stabiliteti dhe kjo pyetja fundit, drejt një momentumi që prodhoi parashikueshmëri, të krija adresë të qëndrueshme me këtë të bisedoj qartësisht komuniteti ndërkombëtar për plane strategjike, mos përballet me situata grindjeje për funksione elektorale etj. Për momentin jo. Edhe është keq që po e tham jo. Për momentin jo. Mirë po, ju po shifni, edhe në këto zgjedhje nuk ka ndonjë dallim prej zgjedhjeve të kaluara. Retorika është e njëjtë, stili i komunikimit i njëjtë, metodat janë të njëjta, mendësia është e njëjtë, narrativa e njëjtë. Kur në kimi dy element gjithmonë të njëjtë përdoren, rezultati gjithmonë del i njëjtë. Nuk mundet me dalë ndryshe. Derisa nuk ndërhyn një element i tretë, i cili e prishat përbamje dhe fillon me u përmesu. Dhe në këtë moment, në këtë fazë, nuk shoh sinjal, nuk shoh shenja që ka një mendje të kthjellur që e ka kuptuar që nuk duhet vazhdohet kështu, po duhet të rregullohen këto çështje. Për shkak se si duket njerëzit kur janë pushtet e kanë problem me u pajtu që duhet me ndryshu, që duhet me dhënë një pjesë ndoshta, ose duhet krejt me lirue venin, foteljen, që shka ndodhë në kalumen, kemi në disa ish president dhe kryeministra që e kanë shu postin e vetë për çështjet caktume, e ki edhe presidentin Sejdiu, e ki edhe Dacin,
e Kjela Hashim Thaqin, e Kira Mushardinit, gjithë këta i kanë bërë dolëshimin në momente caktume, kur kanë pa e kanë kuptu që është një interes tjetër për venin. Prandaj, do duhet merren pozitivisht edhe këta shembuj pa marrë parasysh a i dojmë na këta persona që i përmena apo jo. Po kjo është pozitivja për venin. Që Kosova të mos përballet me situata më të zërshme që mund t'i vinë nga komunitetin ndërkombëtar, si e rrjedhoj edhe për shkak të kursit tonë konfrontues që kemi, për shkak mesazheve dhe lajmeve që po çon Kosova politike se nuk është e gatshme t'i zbatoj ato detyrime, a mund të përballemi edhe me opsione ma kritike, ma të zërshme që nuk mund të bëjmë fjalë për Kosovën Atisarit, Kosovën e 17 shkurtit 2008. Ajo nuk përjashtohet asnjëherë. Nuk përjashtohet. Nëse nuk na beson komuniteti ndërkombëtar, që po mbajmë fjalën. Humbja e besimit atëherë nënkupton që frajt ndorë me i marrë dikush tjetër. A kem fuqi na mos me leju dikan tjetër pastaj me i marrë frajt ndorë? Nuk kem fuqi. Nuk ki fuqi në asnjë aspekt, as politik, as ekonomik, as ushtarak. Asnjë nuk ki. Atëherë çfarë faktori je ti për me diktue agenda fuqive të mëdha. Sepse na po bojmë interferim, na të i menu që po bojmë vetëm punën tonë, në fakt s'po kuptojmë që po bojmë interferim edhe në interesat globale të fuqive të mëdha. Të asaj arkitekture ku janë... Të asaj arkitekture ku janë interesat geostrategjike, geopolitike të fuqive të mëdha. Por kur leadershipi vedisohet se ekziston diçka e tillë, atëherë do ta kuptoj dhe ta hulumtoj vendin e vet ku e ka në mënyrë që heq dorë nga orvatet për përfitime elektorale. Të heq dorë nga këto interesa minore edhe fare të parëndësishme në raport me interesat e shtetit.